Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Presidentja Vjosa Osmani ka takuar sot veç e veç liderët e partive politike parlamentare në përpjekje për gjetur rrugën drejt daljes nga ngërçi politik, në cilin ka hyrë Kosova si pasojë dështimit të konstituimit të kuvendit. Fillimisht ajo takua me liderin e vetëvendosis Albin Kurti, pastaj me kryetarin e PDK-s Memli Krasniqin, kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjikun dhe kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj. Këto takime i ka përcjellur gazetari Burim Zariqi, i cili tashmë është në linjë të drejt për drejt. Burim, përshëndetje. Shëndetje Ilir, paraqitemi drejt për drejt nga kuvendi, këto kanë përfunduar të gjitha takimet e përmendura nga ti tek presidentja Vjosa Osmani, pra në orët e para të mëngjesit, qysh në orën 10, zonja Osmani ka pritur në takim kreun e vetëvendosjes Albin Kurti për të pasuar me pas me Memli Krasniqin dhe kryetarin pra të PDK-s, me pas edhe aty të LDK-s Lumir Abdigjiku dhe para pak minutave ka përfunduar takimi edhe me kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj për t'ju rikthyer takimit e parë midis zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Pas këtij takimi, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se duhet të bëjmë çmos si përfaqësues të kuvendit për të gjetur konsensus që të konstituohet kuvendi jo me vonë se deri në fund të këtij muaji, pra muajit korrik, po ashtu zoti Kurti ka thënë se të gjithë përfaqësuesit e parlamentit të subjekteve politike pra parlamentare duhet të marrin pjesë për të votuar një kandidaturë të vetëvendosjes ashtu siç edhe ja ofron kushtetuta të drejtën e propozimit, por nuk ka dhënë sinjale zoti Kurti për një bashkëpunim të mundshëm koalicioni me ndonjë subjekt politik që është i domosdoshëm për të krijuar një shumicë parlamentare për të votuar kandidaturën e tyre. Për më shumë detaje ta ndjekim një deklaratë të shkëputur nga kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti. Porsa e përfunduam takimin me presidentin Osmani, lidhur me konstituimin e kuvendit të Republikës në dritën e aktgjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese. Afatet po rrjedhin në javën e fundit të korrikut. Duhet që ta kemi konstituimin e legjislaturës së 9. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re që i përgjigjet kuvendit të ri të Republikës. Diskutuam gjëra gjatë, i përmendëm të gjitha elementet përbërëse dhe tash zonja presidenti do të ketë takime edhe me përfaqësuesit e partive të tjera politike e mbase në fund do të mund shohemi se a kemi bërë përparim, sa kemi bërë përparim dhe sa është i mjaftueshëm një përparim i tillë. Unë besoj që duhet t'i japim shansën edhe takimeve të tjera dhe në fund të shohim se cili është progresi për cilin jemi të interesuar që të gjithë. Faleminderit. Burim, pas Kurtit, presidentja Osmani priti edhe kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi, i cili paralajmëroi mundësinë që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Për çfarë është fjala? Po, zoti Krasniqi pretendon që zoti Dehari udhëheqësi i seancës konstituive, po bën shkelje kushtetuese tash me pas publikimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, që sipas tij parlamenti duhet të kthehet rendit të ditës të nisur qysh me 15 prill, pra të seancës së parë për konstituimin e këtij institucioni. Po ashtu zoti Krasniqi ka reaguar zotit Kurti, i cili tha pak më parë që duhet të konstituohet ky kuvend deri në fund të korrikut.
Zoti Krasniqi tha që pse të presim deri në fund të korrikut se mundemi qysh nesër, pra nëse në seancën e 41 për konstituimin e këtij institucioni, duke i bërë thirrje Albin Kurtit që të reflektoj dhe të kuptoj se nuk e ka shumicën parlamentare dhe i duhet një kompromis i harmonizuar me të gjitha qëndrimet edhe të subjekteve të tjera parlamentare. Për më shumë detaje ta ndjekim edhe një pjesë të deklaratës së zotit Krasniqi pas takimit me presidenten. Demokratikët Kosovës për të luajtur rolin ton në gjetjen e një zgjidhje të krizës politike, sidomos tashmë që kemi edhe qartësi nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili ka bërë qartë rolet e secilit në radhë parë të koalicionit që ka dalë i parë në zgjedhje, të cilin e ka detyruar përveç tjerash edhe për gjetjen e konsenzusit apo kompromisit. Unë shpresoj që edhe këto konsultat të jenë në funksion të gjetjes së rrugdalës, por mbetet që takimet e tjera të cilat i ka planifikuar presidentja të na qartësojnë a ka apo s'ka një ndryshim të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje të zotit Kurtit, që po vazhdojnë ta marrin bllokuar konstituimin e kuvendit. Për Partinë Demokratike të Kosovës është e qartë, qëndrimi ja shpreha edhe presidentës që aktgjykimi e ka bërë të palejueshëm ndryshimin e mënyrës së votimit në mes të procesit, sepse ka bërë të palejueshëm ndryshimin e rendit të ditës, dhe rendi i ditës është ai që taksativisht është i shkruar edhe në rregulloren e kuvendit, por po ashtu edhe është konfirmuar në mbledhjen e 8 prillit kur është përgatitur seanca. Burim, Lidhja Demokratike ka pasur qëndrim deri më tani se nuk do të votojë asnjë kandidat për kryetar të kuvendit nga vetëvendosje. Çfarë tha Abdi Xhiku pas takimit të sotëm me presidenten Osmani? LDK-ja nuk ka ndryshuar qëndrim, edhe sa i përket kësaj çështje, do të thotë, sepse sipas tyre vetëvendosje ka punuar jo në favor për vendin dhe nuk duhet të jetë në pushtet në udhëheqje të institucioneve kryesore të vendit. Megjithatë, zoti Abdi Xhiku pas takimit me presidenten ka paralajmëruar po ashtu se LDK-ja do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese me pretendimin se udhëheqësi i seancës Avni Dehari është duke bërë shkelje kushtetuese pas publikimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Po ashtu, zoti Abdi Xhiku ka thënë që vetëvendosje duhet të bindet dhe zoti Dehari që të kthehen në votim të hapur, ashtu siç kishte nisur seanca e parë, dhe se çdo synim apo pretendim për të kaluar në votim të mbyllur është shkelje kushtetuese dhe nuk do të marrin pjesë asnjëherë në një komision të tillë për votim të fshehtë. Për më shumë detaje, ndjekim edhe deklaratën e Lumir Abdi Xhikut, kreu të LDK-s. Që ne kemi qëndrime politike, kemi dhe aktgjykim gjykatës kushtetuese dhe për të aktgjykimit është shumë vështirë të lëvizësh. Absurditeti i gjendjes së tanishme është interpretimi i interpretimit. Po ai interpretim është i shkruar në gjuhën shqipe. Dhe nëse gjykata kushtetuese thotë qartë që të parit i takon propozimi dhe krijimi shumicës, kemi çka interpretojmë më tepër aty. Nëse gjykata kushtetuese nëpërmjet paragrafit 187 thotë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit bëhet sipas praktikave parlamentare deri sot. Ne i dim si janë praktikat parlamentare. Po takimet janë të mirëseardhura, përfshirja e presidentes është e mirëseardhur, ajo fundit është garantuese funksionimit demokratik të institucioneve Kosovës, po i funksionon institucioni kryesor demokratik që është kuvendi i Kosovës, më pas dhe qeveria. Zoti Kurti, deputeti Kurti, është duke qeverisë me rezultate para 4 viteve. Pra ai ka pas 50% para 4 viteve, prandaj ka qenë kryeministër, tashmë si ka, me qenë se si ka, nuk ka legitimitet besa dhe pak moral politik se si mund bash një detyrë për çdo popull. Nuk patëm diskutime për takime të radhës, patëm gatishmëri për shprehur edhe vullnetin ton politik për të marrë pjesë, deputetëve të LDK-s po i pamundsohet votimi në radhë parë, por edhe të ftojmë për konstruktivitet, unitet, po dhe respektim gjykatës kushtetuese, sepse këto janë rregulla bazike të një vendi. Dhe takimi fundit për sot i presidentës Osmani ishte me kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj. Burim, AK-ja i patë thënë në vetëvendosje se do të mund t'i votonte disa deputet nëse do të kandidonin për kryetar të kuvendit. Cili është qëndrimi i AK-s sot pas këtij takimi me presidentën Osmani?
Po, zoti Haradinaj ka shprehur hapur edhe pas takimit me presidentin se është për zgjedhjen e kësaj blokade dhe se është e hapur për të votuar disa propozime të tjera, por jo Albulena Haxhiun. Zoti Haradinaj ka akuzuar sërish Albin Kurtin, i cili sipas tij është kryesori që po e bllokon konstituimin e kuvendit, duke këmbgulur në këtë kandidaturë e cila sipas tij nuk ka marrur votat e nevojshme në votim të hapur dhe rrjedhimisht ky është dështimi i kësaj kandidature dhe sipas AK-s, por edhe subjekteve të tjera, vetëvendosjet duhet të reflektojë dhe ta ndrojë kandidaturën për hir të zgjedhjes së bllokadës politike. Por zoti Haradinaj mbetet me shpresë nëse edhe këto takime tek presidentja do t'i japin epilog kësaj blokade, megjithatë mbetet e fundit që pas takimeve tek presidentja t'i drejtohen gjykatës kushtetuese me një interpretim shtesë të asaj që ka publikuar ditë më parë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese pra për konstituimin e kuvendit. Ta ndjekim një pjesë të deklaratës kreut të AK-s Ramush Haradinaj. Sot pra, sikurse edhe kryetarë tjerë partive, diskutu me presidentin, takimi ishte i ftuar nga presidentja. Tema ishte blokada në kuvend, si me dalë nga kjo blokadë, edhe pas vendimit gjykatës kushtetuese edhe zhvillimeve të fundit, pra presidentja ka shqetësim se pra koha po jetë shpejt, afati është 30 ditor, u interesu për pozicionin tonë, për mënyrën si ne mendojmë se mundet me dalë nga kjo gjendje, pra Kosova dhe parlamenti. Situata është bukur e rëndë se ne kemi shpresu që pas vendimit gjykatës do ta shfrytëzon mundësinë vetëvendosje me e kthy praktikën, pra me ndryshu praktikën e votimit, me kthy në votim të hapur, eventualisht edhe atëherë me kalu në kandidat, ai që merr votat me kalu. E ne kemi shpresu që të mërime të ndonjë kandidat konsensual që do të japshin votat. Kemi ngesë pra të ky komisioni që vërtet është një pozicion i gabum edhe në bazë rregullore, është në kalumen, nderuar gazetar, për çdo ligj ose për çdo vot që nuk ka kalu, nuk është rikthyer në votim, e njëjta situatë pa ndonjë ndryshim. Pra edhe nëse ka pas mungit një grup puna, një komisiona, çka do të qoftë që ka dështuar në votim, nuk është rikthyje i pa plotësuar, i pa amandamentuar. Kjo insistimi i kryesuesit që prap me kthye këtë çështjen e i komisionit për votim fshet Spari si ka marrë 2/3 kur ka kërku me u ndryshu praktika e votimit nga e hapur në të fshet. Spari ka një situatë çuditshme, jo keni pa kryesuesi sillet në mënyrë arbitrare, zoti Dehari. Pra ai jep vetes drejt me ndrru praktikën e votimit jashtë rregullores, po thot rregulloria është lejon me diskutu. Në lejet i ke ngrit një temë që s'ki unitet në parlament. Për shembull, ai thot, po kërkoj mu votu një komision që s'ka unitet në parlament. Atëherë e drejta me thonë mendim, është edhe një mundësi, mund gjetë ai unitet. Ai ndalon fjalën, kjo është një praktikë bukur e çuditshme. Burim cili është hapi radhës si presidentis Osmani, do të ketë takime edhe me përfaqësues të minoriteteve, partive parlamentare të minoriteteve dhe a ka mundësi që të realizohet edhe një takimi përbashkët me liderët e partive politike, pasi që nga jo çfarë dëgjuam deri më tani duket se partitë politike kryesore parlamentare shqiptare mbeten në qëndrimet e tyre të deritashme. Po, sipas agjendës është planifikuar që nesër presidentja të vazhdoj takimet në kuadër të zgjedhjes së bllokadës edhe me partitë minoritare serbe dhe jo serbe. Donse edhe nesër po ashtu është tentimi i 41, disa do t'i takoj para seancës nisur që planifikohet të nisë në orën 11, disa të tjerë pas përfundimit të seancës. Ka pak shpresë nëse mund të themi që edhe nesër mund të konstituohet kuvendi për shkak edhe siç e the qëndrimeve të subjekteve politike
që kishin pas këtij takimi. Presidenca nuk ka lëshuar ende një kumtesë për të treguar qëndrimin e saj se çfarë kahje apo çfarë qëndrimi do ta paraqes pas këtyre takimeve, sepse referuar edhe një deklaratës fundi komunikate për media nga presidenca, u bë thirrje subjekteve politike që të zbatojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit, e cila i bën thirrje që brenda 30 ditësh ta konstituojnë këtë institucion, e po ashtu presidentja e ka lënë të hapur që do t'i dërgojë disa pyetje shtesë tek gjykata kushtetuese sa i përket zgjidhjes së kësaj bllokade politike për konstituimin e kuvendit. Mbetet për të parë se cili do të jetë epilogu përfundimtar i kësaj tentative të presidentes, e cila ka lënë të hapur mundësinë se do të takojë sërish subjektet politike varësisht nga gatishmëria e tyre për të takuar me zonin Osmani në tentim për të gjetur një zgjidhje, por sipas saj ata duhet të referohen aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, rregullores së kuvendit dhe praktikave për zgjedhjen e kryetarit dhe strukturave të tjera të kuvendit të Kosovës. Ilir? Mirë, Burim, falenderoj shumë për këto informacione dhe këto deklarata që solle pas takimit të presidentës Osmani me liderët e partive politike. Ishte Burim Zariqi drejt për drejt nga presidenca e Kosovës. Ne do të vazhdojmë tutje. Gjykata kushtetuese e Kosovës tha për televizion 21 se vendimet e saj janë të detyrueshme për gjithë personat dhe institucionet e Kosovës, përfshirë gjyqësorin. Përgjigjja e gjykatës pasoi interpretime të ndryshme të subjekteve politike mbi vendimin e gjykatës për mënyrën e votimit për kryetar të kuvendit. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ligjore vlerësojnë se gjykata e la të mangët përgjigjen e saj, pasi që nuk qartësoi pasojat që sjell mos zbatimi i këtij vendimi. Gjykata kushtetuese e Kosovës i tha Radio Televizionit 21 se subjektet politike duhet të respektojnë aktgjykimin e saj për çështjen e konstituimit të kuvendit të Kosovës dhe siç obligohen të përmbyllin këtë proces brenda 30 ditësh. Për kitazim me çështjet e ngritura në pyetjet e parashtruara, vlen të theksohet që neni 116 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton se vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Gjykata kushtetuese tha se të gjitha seancat e mbajtura deri në marrjen e vendimit ishin kundër frymës kushtetuese, ndërkaq nuk e specifikon çështjen e votimit të fshehtë ose ndërrimin e mënyrës së votimit pas fillimit të seancës konstituive. Në këtë pikë, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese ka shkaktuar përplasje të re në skenën politike. Edhe ish kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala hedh dyshime mbi vetë vendimin e kushtetueses. Unë konsideroj se edhe ky afat i 30 ditësh të cilin e ka përcaktuar gjykata kushtetuese, konsideroj se është edhe jashtëkushtetuese, por këtë e ka bërë me vullnet mirë që me dalë prej ngërçit. Prandaj edhe kjo është e tolerueshme. Pas 30 ditësh, unë konsideroj s'ka të bëj asgjë, do të bëhet për shkak se vetë kushtetuta i ka përcaktuar kur mundet me shkruajtje në zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë si që kam dëgjuar dhe disa analista sa më thotë jo mund dënohen deputet e kjo, jo nuk mund dënohen deputet. Deputet e kanë drejtën edhe kanë imunitetin funksional. Imunitet funksional konsiderohet atëherë edhe votimi, e pjesëmarrja nuk mundet me pas pasoja përveç në të raste kur është përcaktuar vetëm me ligj edhe me kushtetuar kur i pushon mandati i deputetit për shtazon për shembull 6 muaj ditë nuk merr pjesë në seanca. Ndërsa hulumtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Gzim Shala thotë se gjykata nuk pati guxim profesional për saktësim të çështjes. Realisht, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i mungon një farë guximi profesional në tekstin e saj për ta prerë, nëse mundemi me thonë, këtë çështje, për shkak se përmes interpretimeve të ndryshme vije deri te ky përfundim. Në anën tjetër, subjektet politike, përfshirë lëvizjen vetëvendosje, kanë bërë të ditur se po shqyrtojnë mundësinë që të kërkojnë sqarime shtesë nga gjykata kushtetuese në lidhje me afatet kohore për konstituimin e kuvendit. Kundër nuk ka pasur abstenim, nuk ka pasur ndëprit të seancë. Qeveria në detyrë ka akuzuar partitë deri tanishme opozitare për bllokim të rrugës integruese të Kosovës dhe përfitim nga plani rritjes i BE-s. Sipas qeverisë, ish opozita me bllokimin e funksionimit të kuvendit dhe krimin e institucioneve të reja, po shkakton dëm të madh financiar për Kosovën.
Një ditë pas samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe të BE-s për planin e rritjes, qeveria në detyrë tha se Kosovën aktualisht po e penalizon bllokada e palogjikshme dhe e dëmshme të cilën sipas saj e ka shkaktuar ish opozita në kuvend. Këshilltari i zëvendës kryeministrit në detyrë Kisman Kadiu tha për radio televizionin 21 se si qeveri kanë përmbushur me kohë agjendën e reformave për përfitim nga fondet e BE-s, por që ato kanë mbetur peng i bllokadës në legjislativ. Qartazi, kjo opozite ka braktisur interesin shtetëror dhe qytetar duke mbi vendosur interesin partijak mbi atë shtetëror. Blokada opozitës filloi së pari me mos konstituimin e kuvendit dhe mos pranimin e vet mandateve të tyre, e që tash po vazhdon me mos votimin për komision, për votim të fshet dhe mos votim për zgjedhjen e krye parlamentarës. Në këtë drejtim duke bllokuar funksionimin e kuvendit dhe krijimin e institucioneve të reja, rrjedhimisht opozita përshkakton dëm të madh financiar për Kosovën dhe zvarritje të nisjes së zbatimit të reformave në kuadër të planit të rritjes. Ky dëm i madh financiar vjen jo vetëm nga vonesa në marrjen e parafinancimit prej 7% të Bashkimit Evropian nga plani i rritjes, që arrin shumën e rreth 61 milion eurove, por edhe të 90 milion eurove të alokuara nga Banka Botërore për Kosovën, të cilat presin ratifikimin nga kuvendi. Sipas Kadiut, fondet e BE-s nga plani i rritjes nuk do të humbasin, por qartazi po vonohen si pasojë e bllokadës opozitare në kuvend. Opozita nuk ka marrë mandat që të bllokoj progresin e shtetit mbar dhe avancimin e Kosovës drejt integrimit në familjen evropiane dhe aspiratën e vendit tonë dhe qytetarëve për antarësim në BE. Si qeveri kemi realizuar negociata të suksesshme me Komisionin Evropian mbi planin e rritjes, duke arritur të finalizojnë të parët agjendën e reformave dhe dëshmuar nivelin e lartë të përgatitjes së institucioneve tona. Fondet nuk do të humben, por qartazi po vonohen si shkak i bllokadës së opozitës në kuvend. Opozita duhet të thirret në logjikë arsye, në mënyrë që pamaturia e tyre të mos i kushtoj vendit tonë. Dje në samitin e liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të BE-s, komisionarja për zgjerim e BE-s Marta Kos tha se për rrugën integruese të Kosovës po presin formimin e qeverisë së re. Ndërkaq, pas samitit, në një komunikat, BE-ja inkurajoi Kosovën ta përshpejtojë procesin e miratimit të marrëveshjeve sa i përket planit të rritjes në mënyrë që të zhbllokohet pagesa e parafinancimit. Mundësinë e humbjes së mjeteve nga plani i rritjes e ka vënë pa njohësi integrimit evropian profesori universitar Gazmend Qoraj, sipas cilit fondet e BE-s aktualisht janë asistenca financiare kryesore për Kosovën, ndërsa Besar Gërgi nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se mungesa e një qeverie me mandat të plot pamundëson zbatimin e reformave në kuadër të planit të rritjes. Unë kisha mi shpreh disa çështje kryesore për planin e rritjes dhe fokusin me Kosovën, sepse thjesht ka shumë programe të BE-s, ka shumë asistencë financiare, instrumente që janë akorduar edhe më herët. Kosova fatmirësisht edhe kur nuk e ka pas të përcaktuar apo të përzgjedhur statusin final ka qenë përfituese këtyre fondeve, këtyre mjeteve, domethënë ka qenë një prej kategorive ose elementeve shumë të rëndësishme. Flas për vitet 2000, 2006, mandej 7, kur ishte IPA 1, mandej IPA 2, 3, tash edhe procesit e tjera. Ndërsa plani i rritjes tash kohëve të fundit është një instrument financiar po ashtu i BE-s, që ka për qëllim rritjen e konvergjencës ekonomike, reformat, sektorin privat e shumë procesit e tjera. Është i rëndësishëm për gjitha vendet, por posaçërisht për Kosovën ka rëndësi shumë më të madhe, për arsye se ne kem limitime ose kufizime buxhetore. Ju e dini, kem papunësi të lartë dhe shumë probleme tjera në strukturën ekonomike. Mandej, është një gjatë tjetër, ne kemi ndoshta, nuk është ndoshta për parlamentarët tonë, për qeverinë probleme madhë sot ose nesër, por ju duhet ta dini që plani rritjes dhe gjitha instrumentet e BE-s e kanë një kornizë të caktuar kohore. Domethënë BE-ja neve nuk na pret masi një periudhë të caktuar kohore në konsolidim të institucioneve dhe këto fonde mund të absorbohen nga vendet e tjera, sepse njerëz që ose ekspertët që merren me instrumentet financiare të BE-s e dinë që edhe vendet që kanë qeveri të krijuar parlament e kanë shumë vështirë me absorbu në periudhë caktuar kohore të gjitha fondet e propozuara. Dhe pse është më rëndësi, sepse këto shumica prej tyre janë grante që
do me thonë ndihmojnë në zhvillimin ekonomik që për neve është shumë i rëndësishëm, por edhe në zhvillimin politik dhe institucionet e tjera. BE-ja dëshiron me pas institucionin në Kosovë, sepse dëshiron një leadership politik, një zotim për liderëve politik për këto fonde, edhe pse ekziston administrata publike, por është një rregull e përgjithshme që duhet një zotim, do me thonë, nga leadershipi politik. Një komponent tjetër pse është më rëndësi, sidomos për Kosovën, është sepse ju e dini që kohëve të fundit ka një ristrukturim të fondeve amerikane, të fondeve të SBA-s USAID-it, për i cilave ka përfituar shumë Kosova. Prandaj, tash deshtëm ne apo s'deshtëm, fondet e BE-s janë instrumenti kryesor apo asistenca financiare kryesore që ne duhet ta marrim për institucionet tona, qoftë për sektorin publik, qoftë për sektorin privat. Mandej edhe ne element tjetër që neve na dëmton mos konstituimi i këtyre institucioneve lokale është sepse ju e dini vjesht do të përpilohet raporti progresit i BE-s dhe t'jeni të bindur që në raportin e progresit do të evidentohet ky problem politik, gjatë që ka me lënë mrapa në procesin integrues Kosovën. Dhe ka me dalë shumë zvet, shumë mënyrë negative, do me thonë mungesa e konstituimit të institucioneve lokale. Edhe aspekti tjetër që do të humbim fonde dhe do ta kem shumë vështirë që deri në fund vitit 2027 ose 8 ne ti absorbojmë këto fonde. Edhe nëse sot bëhet qeveria. Kosovës i janë alokuar diku rreth 883 milion euro për reforma të ndryshme, qoftë në qeverisje, qoftë në sundim të ligjit, apo edhe në infrastrukturë. Dhe Kosova tani e ka momentumin që duhet t'i ratifikojë marrëveshjet që ndërlidhen me të, t'i zbatojë ato në mënyrë që të përfitojë sa më shumë nga fondet e Bashkimit Evropian, por edhe të parafrojë legjislacionin e saj dhe qeverisjen e vendit me atë të Bashkimit Evropian. Pikë së pari, mos funksionalizimi i institucioneve na pengon në ratifikimin e 2 marrëveshjeve që kanë lidhje me rritjes. E para është ajo e facilitetit, e cila është e përfunduar e gjitha, e nënshkruar nga të dyja palët, por se nuk është votuar në kuvend. Dhe e dyta është marrëveshja e huamarrjes, e cila është në përfundim e sipër, por ende nuk është nënshkruar nga Ministri i Financave, dhe pas saj duhet të ratifikohet po ashtu nga kuvendi. Pra, në mungesë të një kuvendi funksional nuk përmbushet as hapi i parë për ratifikimin e marrëveshjeve. Pastaj, sa i përket zbatimit të reformave në kuadër të planit të rritjes, aty parashihen miratimi i strategjive që mund ta bëjë vetëm një qeveri që ka mandat të plot dhe jo qeveria në detyrë që e kemi tani, apo edhe kalimi i ligjeve të ndryshme apo votimit të disa komisioneve në kuvend që përsëri mund ta bëjë vetëm një kuvend i konstituar plotësisht dhe jo siç e kemi në këtë mënyrë tani. Prandaj ky ngërç politik po ndikon drejt për drejt në bllokimin e përparimit në rrafshin e planit të rritjes. Kryetarja e Alternativës, njëherë është deputete e Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, në një intervistë për televizionin 21, i është përgjigjur kritikave të ish opozitës, ajo është ura lidhëse midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe Listës Serbe, që t'ia siguroj votat e deputetëve serb kandidatës për kryeparlamentare Albulina Xhiut. Deputetja Kusari ka paralajmëruar padi për deputetët e ish opozitës, të cilët e kanë kritikuar atë për komunikim që ka pasur me terroristin Milan Radojčić. Bisedën e zhvilloi Burim Zariçi. Lila, kem dështimin e 40 për konstituimin e kuvendit. A keni ndru qëndrim nga publikimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese? A ka reflektim tek vetëvendosja fillimisht si grupi parlamentar më i madh i kuvendit? Dhe rrjedhimisht a keni bashkëpunim me grupet e tjera që gjendet një konsensus siç kërkon në këtë aktgjykim gjykata kushtetuese? Ne kemi pritur si gjithë të tjerët që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të jep një vlerësim të qartë natyrisht nëse trajtohet. Ajo u mor për bazë, gjithsesi u trajtua, por aktgjykimi nuk ka dhënë qartësi në raport me procesin përpara. Ka bërë disa vlerësime, disa referenca në aktgjykime të mëparshme, citate të vazhdueshme të kushtetutës e natyrisht edhe referencë në rregullore të kuvendit, por dy janë elemente të pakontestueshme të aktgjykimit. I pari element është që nuk është vendosur masa e përkohshme siç është kërkuar nga deputetët nënshkrues të kërkesës për gjykatë kushtetuese. Do të thotë që procesi i cili ka filluar dhe po vazhdon edhe sot, do të thonë nuk është kontestuar dhe nuk është konsideruar se duhet të ndërpritet me
mas nga ana e gjykatës, dhe e dyta është që në tër aktgjykimin fryma e mënyrës se si është shkruar dhe interpretuar kërkesa tregon që votimi në seancë konstituive është obligim kushtetues. Gjithsesi nuk është çështje e vullnetit politik apo vendimarrjes politike, por votimi është obligim kushtetues. Mund votohet për, kundër apo të abstenohet, por mos pjesëmarrja në votim nuk është e lejueshme, gjithsesi nuk është në përputhje me kushtetutën. Gjitha të tjerat pas kësaj, në formën se si po interpretojnë deputetët e opozitës së deri tashme, në mënyrën se si po mundohen gjithsesi t'ia japin natyrën e një veprimi me shkelje kushtetuese, janë forma të cilat e tregojnë ikjen e përgjegjësisë nga ana e tyre nga obligimi kushtetues që e kanë për të marrë pjesë në votim. Sa i përket grupit ton parlamentar, diskutimi ka qenë në nivelin e arritjes ose parafrimit me gjetjen e një zgjidhje. Ftesa e kryeministrit Albin Kurti për të gjitha partitë, takimi që mbaj ditë më parë me dy propozime, njëri që ka ardhur drejt për drejt nga e kandiduara nga grupi parlamentar për kryetarët e kuvendit zonja Agjiu, që në rast të mosmarrjes së 61 votave në votim të fshehtë, i cili do të vazhdonte sikur të votonin deputetët në seancë, ajo do të tërhiqej dhe nuk do të kandidonte më për kryetarët e kuvendit, dhe i dyti ka qenë që të arrihet një dakordim i përbashkët të gjitha grupeve politike për kryetaren dhe nënkryetarët e kuvendit. Asnjëri as tjetri nuk janë pranuar në takim. Unë gjithashtu kam propozuar 1/3 veprim që ne të kthehemi një hap pas dhe të pyesim seancën a mund të shkojmë me votim të hapur apo të mbyllur. As kjo nuk është pranuar nga përfaqësues të subjekteve politike. Do të thotë i vetmi diskutim nga ana atyre ka qenë që ne të kthehemi ashtu siç ishim në votimin e hapur, pa asnjë diskutim tjetër dhe pastaj prej aty të procedohet. Ajo që tash po ndodh, edhe pse ata e kanë këtë mundësi që ta kthejmë në diskutim të hapur, sikur të merrnin pjesë në votim dhe të argëzonin komisionin i cili është i propozuar, është përbesë për çudi. Krijohet bindja që nuk janë të interesuar të zhbllokojnë situatën në kuvend. Zonja Kusari Lila, halli i ish opozitës është që të kthehet rendi ditës ashtu siç kishte nisur seanca e 15 prillit me votim të hapur, sepse realisht është faktike që ata në ato seanca kishin marrë pjesë në votim, ashtu siç bën thirrje gjykata kushtetuese me votim kundër apo pro apo abstenim. Të gjitha kishin marrë pjesë, por në momentin kur u synua që të krijohet komisioni për votim të fshehtë, po abstenojnë apo po refuzojnë që të marrin pjesë. Pikërisht po thonë që në rendin e ditës të asaj seance për konstituimin e kuvendit nuk parashihet askund krijimi një komisioni për votim të fshehtë. Dhe këto sipas tyre është shkelje kushtetuese dhe rrjedhimisht asnjëherë nuk do të marrin pjesë në shkelje kushtetuese të tillë. Faktikisht si duhet të dilet nga kjo situatë kur edhe gjykata kushtetuese thotë që referon një praktikave të kaluara kur kryetarët janë zgjedhur me votim të hapur. I njëjti aktgjykim gjithashtu thotë që nuk ka rregull të definuar se si votohet për kryetar kuvendit, a votohet me të hapur, të mbyllur apo me votim nominal, që është edhe një formë e paraparë me ligjet tona në fuqi e para. Dhe e dyta që në asnjë votim ku ndodh votimi i mbyllur, siç është rasti për zgjedhjen e presidentit, presidentes, për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për anëtarët të gjykatës kushtetuese, gjithsesi për gjykatësit e gjykatës kushtetuese, nuk shënon në rendin e ditës formimi i komisionit për zgjedhjen e anëtarëve poshtë. Shënon në secili vend të ditës zgjedhja e anëtarëve për gjykatën kushtetuese apo zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Do të thotë mënyra se si ata po interpretojnë ose si po e kërkojnë fragmentimin e agjendës është e pasakt. E para dhe e dyta interpretimin që po e bëjnë përkundrejt se po bazohen vetëm në nenet të caktuara të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, përderisa të tjerat kanë bërë thirrje që të kthehet në votim, që të marrin pjesë të gjithë në votim dhe ky proces të përmbyllet brenda 30 ditëve. Afati i cili nuk është i paraparë në kushtetutë, ka referencë tjetër 30 ditësh, ka referencë të caktimit të seancës, fillimit të seancës konstituive pas aktgjykimit, kërkëndjes, pas certifikimit të zgjedhjeve të përgjithshme. Megjithatë, ky është insistimi i tyre për një rrugë në cilën tashmë sa më shumë seanca që bëhen do jetë më e vështirë, thënë të drejtën, kthimi në normalitet çfarë do. Do të thotë
vazhdimi edhe mbajtja e numrit kaq të madh të seancave, gjithsesi vazhdimeve të njëra seancë, po e dërgon pashmangshëm vendin në një situatë ku shumë shpejt ndoshta diskutimi vetëm duhet të jetë do ta zgjidhjemi më shumë se sa zgjidhja e bllokadës. Po, zonja Kusari, pse insistimi me votim të fshehtë kur Albulena Agjiu nuk mori votat me të hapur? Ku aludoni që të i keni ato vota, kemi ish opozitën e cila ju akuzon se keni marrëveshje me listën serbe dhe nuk do të bëhemi pazare këtyre kalkulimeve, thon ata. Pse ky insistim, edhe vetë Albulena Agjiu thot testojmë edhe një herë me votim të fshehur? Si e pare punës, kjo çështja me listën serbe është banalizuar skajshmërisht. Të vetmit që votojnë njëjtë me listën serbe janë po këta që po na akuzojnë neve. Kemi pa votimi i njëjtë apo mos pjesëmarrja e njëjtë e listës serbe është me PDK-n, LDK-n, AK-n dhe nismen. Do thotë kjo është absurd edhe të vazhdimisht të përmendet ose të thuhet kur dihet ose shihet qartazi se që nuk ka asnjë komunikim, po lista serbe në mandatin e qeverisë Kurti 2 ka qenë më spaku ndonjëherë në historinë institucionale prej kur se janë formuar pjesë e institucioneve, vetëm një vit. Do të thotë nga 4 vite të plota të mandatit, vetëm një vit kanë qëndruar dhe në vitin 2022, vitin pasus, kanë dhe ndërheqje nga postet kjo strukturë se një numër i konsiderueshëm i këtyre që janë aktualisht. Prandaj kjo është vetëm sa për të hedhur hisyve dhe për të mbuluar bashkëpunimin që ata realisht e kanë për arsye se ata votojnë edhe deklaratat i keni dëgjuar të përfaqësuesve të tyre, të njëjtat kanë qenë në vijë, në përputhje me PDK-n edhe LDK-n çka kanë deklaruar në mikrofonin e kuvendit. Komunikim me listën serbe sepse kishin qarkulluar disa SMS gjatë njërës nga seancat ku koordinohej zoti Elbert Krasniqi, sikur koordinohej të paktën nuk është ende e verifikuar, por me që i siguron 4 deputet e listës serbe. Dhe pashmangshëm dëshiroj t'ju pyes, sepse është lakuar shumë emri juaj nga deputet sidomos të LDK-s, të cilët thonë që është pikërisht Mimoza Kusari ajo që tenton të asiguroj votat vetëvendosjes përmes listës serbe, duke i referuar një komunikimi tuajin në të kaluarën me Radoj Qiqin. Absolutisht e pavërtet, shpifje e pa bazë. Unë inkurajoj që ata të dalin me fakte për çfarëdo komunikimi që ata referohen dhe do ballafaqohemi në gjykat me këto aludime e me këto shpifje. Ndërsa sa i përket rrethanave aktuale me krejt këtë blokad që ata po ja bëjnë shtetit të Kosovës e qytetarëve të Republikës, me të vërtet është një moment në cilin duhet të ballafaqohen me përgjegjësinë që e kanë marrë apo t'ia kthejnë mandatin atyre që ju kanë japur të gjithësisht votuesve të tyre, të shkojnë dhe të pyesin votuesit, gjithësisht të kthehemi mrapa dhe të pyesim a është kjo forma e mënyra pse mbahen zgjedhjet në Kosovë, për të mbajtur një institucion i bllokuar me mos pjesëmarrje në votim të këtyre përfaqësuesve të qytetarëve të Republikës. Cili është vizioni juaj, zonja Kusari Lila, ju jeni kryetare e Alternativës. Vetë emri i subjektit tuaj do thotë alternativë. Cila është alternativa për të dalë nga kjo blokadë? E sheni qelsin tek presidentja, takimi që pritet të thirrë në ditë vazhdim nesër ose pas nesër, tek referimi prap një dërgim i lëndës në gjykatë kushtetuese për sqarim e shtesë, apo që Kurti të bëjë një kompromis, po themi ta heqë Albulena Agjiun si kandidate për hir të një zgjidhje të blokadës? Alternativa ka propozuar edhe në takim me krerët e partive politike, kthimin në pyetje të seancës për votim të fshehtë apo të mbyllur, e përmenda që është refuzuar. E para, e dyta, unë mendoj që është veprim alternativ edhe drejtimi i gjithësisht pyetja gjykatës kushtetuese për mos pjesëmarrje në votim. Do të thënë, vetmja shkelje evidentuar qartazi, që ka qenë edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese si referencë, por edhe ajo çfarë po kërkohet për të ardhmen është obligimi për të votuar, obligimi kushtetues për të votuar i cili po shkelet. Do të thënë, në 2 seanca pas publikimit të aktgjykimit ka mos pjesëmarrje në votim, gjithsesi shkelje të frymës së aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj, unë mendoj gjithashtu që është edhe një formë tjetër alternative e sqarimit të këtij procesi, gjithsesi të kësaj mos pjesëmarrje në votim nga ana e deputetëve të. Pra, ju e leni të hapur mundësinë që të dërgoni lëndë në gjykatë kushtetuese, ju si vetëvendosje për këtë sjellje të ish opozitës. Kjo është një prej diskutimeve tona aktualisht, përgatitja e lëndës edhe një lëndë të re për gjykatë kushtetuese. Ende nuk është vendimi final, por është në diskutim.
Ma thuaj edhe sa do të presim qytetarët për konstituent kuvendit. Si kur të ishte në vendimarrjen tonë, ajo do të ndodhte shumë seanca më parë. Gjithsesi para 2 muaj e gjysmë kur ka filluar, domethënë me 15 prill do të përmbyllej ky proces në tërësi. Fatkeqësisht me seancat filluan me kontestimin nga ana e opozitës së deritashme të vetë raportit të KQZ-s, që ishte absurdi i parë dhe megjithatë e shpërfaqi tendencën e tyre për bllokadë, për mos pjesëmarrje në votim, për refuzim të çfarëdo mbarvajtje të një procesi që mund ta sjellte ose që do ta sjellë qeverinë Kurti 3 me mandat fuqi plot. Për fund dëshiroj që të kthehem aty ku ti e ke fuqinë e plot në vendimarrje, pa e pyetur pothuajse askënd, normalisht në koordinim me bashkëpartijaket e tu të alternativës. Është vërejtur pak sa një distancim apo është perceptim i gabuar me vetëvendosjen? Shkuarja në zgjedhje lokale jo si subjekt i veçantë, jo në bashkëpunim me vetëvendosjen. Sfundi nuk keni dalë në një konferencë duke përfaqësuar qëndrimet e vetëvendosjes. Cili është realisht bashkëpunimi momental? I keni ndarë me vetëvendosjen rrugë pak a shumë apo thjesht është pa i bashkëpunim që ka qenë? Në grupin parlamentar asnjë dallim nuk e kemi në kuptimin e bashkëpunimit, komunikimit, ndërsa sa i përket zgjedhjeve lokale, kjo ka qenë një diskutim që ka filluar prej gati se 1 vit e gjysmë, siç e kam thënë edhe më herët publikisht, për të kriju subjektivitet, domethënë në vazhdimsi prezenca me grupin parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, mbajtja e postit të kryetares së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje për 4 vite të plota, normal që ka hiezu paksa edhe mendimin edhe prezencën e gjithashtu veprimtarinë politike të grupit politik që përfaqësoi gjithsesi alternativës. Dhe kjo ka qenë një diskutim i përbashkët në mënyrë që edhe ne të ngrisim kapacitetet tona, por gjithashtu edhe mendimi liberal dhe orientimi ynë të vijë në shprehje si alternativë politike për Republikën e Kosovës. Prandaj zgjedhjet lokale janë niveli lokal është niveli në cilin edhe kemi edhe ekspertizën e gjithashtu edhe mundësinë e kapacitetin që të tregojmë ndoshta jo largimin, por të tregojmë nuansat e vendimarrjes të cilat e bëjnë alternativen paksa më ndryshe se lëvizja vetëvendosje, por jo në kuptimin e keq komunikimit ose mosmarrëveshje, por në kuptimin e ofrimit të mundësive dhe zgjidhjeve më kreative. Unë besoj që në asnjë formë ose mënyrë nuk është shprehur ose reflektuar në bashkëpunimin tonë në nivelin qendror, gjithsesi në grupin parlamentar, vazhdojnë çdo gjë siç ka qenë, prej komunikimit deri edhe tek bashkëpunimi, edhe dalja për media. Natyrisht ne e konsiderojmë vlerë që jemi bashkë lëvizja vetëvendosje, Partia Guxoa dhe Alternativa, prandaj edhe në këtë frymë po mundohemi që të tregojmë identitetin e secilës. Prandaj keni parë edhe kryeministrin Kurti në njërin anë pas takimit me lider, bashkëkryetarin e partisë, ministrin e detyrës zotri Fatën Peci bashkë me mua si kryetare Alternativës, do të thotë që të tregojmë që përveç se jemi bashkë në grupin parlamentar, gjithashtu përfaqësojmë 3 subjekte të cilat bashkëpunojnë dhe bashkëpunimi gjithashtu në nivelin lokal nuk është i përjashtuar edhe në këto zgjedhje. Do të thotë mbështetja e kandidatëve të përbashkët, gjithashtu bashkëpunimi pastaj në qeverisje pas zgjedhjeve kështu me radhë. Domethënë këto nuk janë çështje të cilat ne i kemi ndarë rrugët dhe nuk i trajtojmë. Këto janë diskutim të vazhdueshëm. Ideja dhe synimi është që të fitojmë sa më shumë në zgjedhjet lokale në kuptimin e programeve të qeverisjes si partner që jemi në nivelin qendror, por në lokalet me programet tona. A ju pengon zonja Kusari Lila që të në një verzion hipotetik që zoti Kurti të lidh koalicion me PDK-n? Nuk e kemi trajtuar, por unë mendoj që nuk e shoh të mundshme që lëvizja vetëvendosje të ketë koalicion me PDK-n. Unë personalisht nuk e besoj se ka hapësirë për bashkëpunim politik. Mendoj edhe shoh ende PDK-n fatkeqësisht të pareformuar dhe partia e cila në kuptimin e krijimit të mekanizmave paralel në sistemet, në institucionet e vendit, me prezencë, me ndikim, me ushtrim ndikimi të vazhdueshëm edhe në sistemin e drejtësisë, nuk ka hequr dorë asnjëherë. Dhe kjo është kogjas e rëndë, por besoj, unë dua të besoj që ka ende edhe brenda PDK-s
forcë reformiste të moderuar, përndryshe janë parti liberale, kam pak sa të vështirë ti perceptoj si liberal me krejt çka përfaqësoj në anën tjetër në aspekt politikave, në mënyrën se si kanë votuar deri më tash, se nuk kanë votuar fare, në veçanti për politika shumë liberale e progresive, prandaj ka shumë kundërthënie brenda partisë. Po si alternativ, unë kam qëndrimin e qartë në raport me bashkëpunim ose mos bashkëpunim, nuk e shoh se janë të pjekura kushtet për bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës. Faleminderit juve. Forca paqëruese e NATO-s në Kosovë tha se vazhdon të mbajë praninë fikse mbi lumin Ibër në një përgjigje për televizionin NS1 pas vënies së gurthemelit të 2 urave mbi lumin Ibër. KFOR-i tha se po mban praninë edhe në Mitrovicën e Veriut. Diplomat perëndimor kanë thënë se qeveria e Kosovës duhet të përmbahet nga ndërtimi i kalimeve të reja në Mitrovicë, ndërkohë që analistët e kanë cilësuar si pjesë të fushatës parazgjedhore. Forca paqëruese e NATO-s në Kosovë, KFOR, në një përgjigje për radio-televizionin 21, tha se vazhdon të zbatoj mandatin nga OKB-ja për një mjedis të qetë dhe të sigurt. KFOR nuk ka komentuar nismat e qeverisë së Kosovës për nisjen e ndërtimit të 2 urave, krah urës kryesore mbi lumin Ibër, por ka thënë se vazhdon të mbajë praninë e tij në këtë pjesë të vendit. KFOR-i mban një prani të fiksuar në urën kryesore mbi lumin Ibër dhe kryen patrullime të rregullta në zonat përreth për të siguruar një mjedis të sigurt. KFOR-i gjithashtu mban një prani të dukshme dhe fleksibile në Mitrovicën e Veriut, si dhe në të gjithë Kosovën dhe është i gatshëm të përgjigjet çdo zhvillimi të rëndësishëm të sigurisë në dobi të gjithë komuniteteve në Kosovë. Kryeministri Kurti vuri gurthemelet në 2 ura të reja mbi lumin Ibër dhe tha se nuk ka hequr dorë nga përpjekja e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër. Ndërtimi i urave të reja në Mitrovicë ka nxitur reagimin e Bashkimit Evropian, që i ka bërë thirrje autoriteteve në Kosovë për vetëpërmbajtje, duke shtuar se nuk janë vënë në dijeni të këtyre veprimeve. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jarn Rade, ftoi qeverinë në detyrë që të përkushtohet më shumë në rritjen e mirëqenies për qytetarë. Ne mbështesim plotësisht thirrjen e Bashkimit Evropian drejtuar qeverisë së Kosovës që të përmbahen nga ndërtimi i 2 kalimeve të reja të lumit Ibër në Mitrovicë, në vend të veprimeve të pakoordinuara dhe potencialisht përshkallëzuese siç është ndërtimi i 2 urave të tjera, duhet të adresohen sfida shumë më urgjente. Gjatë vënies së gurthemeleve të urave të reja, Kurti ka ftuar, siç tha, të gjithë ata që kanë dilema për këto projekte të kontaktojnë për sqarime. Projektet e qeverisë së Kosovës në Mitrovicë për drejtorin e Institutit Kipred, Lulzim Peci, janë të ndërlidhura me zgjedhjet lokale të 12 tetorit, por ai tha se në veri nuk ka një zgjidhje të qëndrueshme politike. Mirë, po na nuk jem të mendu ditën çka pas 12 tetorit. Pas 12 tetorit ne në veri do të kemi një kryetar nga komuniteti sërb, do të kemi një asamble komunale cila do të jetë e dominuar në masë të madhe nga komuniteti sërb, nga përfaqësues të komunitetit sërb, dhe çka do të ndodhë nëse në momentin kur konstituohen institucionet atje, në pjesën tjetër të urës së Ibrit, kryetari i ri vendos me ia qit një bllokat kësaj ure, që është në territor të komunës Veriut. Ose, nëse organizohet ndonjë protest nga komuniteti sërb atje për shkak të këtyre urave, KFOR-i mund të intervenojë dhe urat mund të ndërtohen, sidomos kjo që ka të bëjë me lëvizjen e automjeteve, edhe mund të hapsoj fatin e njëjtë me urën tjetër që është një 100 metra, 200 pak më larg, edhe të mbyllet edhe kjo për qarkullim. Forca paqëruese e NATO-s kundërshtoi vitin e kaluar idenë e qeverisë së Kosovës për hapjen e njëanshme të urës kryesore mbi lumin Ibër, duke kërkuar që kjo çështje të diskutohet në kuadër të dialogut në Bruksel. Tensionet në veriun e Kosovës shpërthyen në maj të vitit 2023, kur të paktën 90 ushtarë të KFOR-it u lënduan në përplasjen me protestues serb, që kundërshtuan vendosjen e kryetarëve shqiptar në ndërtesat komunale.
Ambasada Gjermane në Prishtinë është përgjigjur autoriteteve serbe të cilat kërkuan ndalimin e ndërtimit të 2 urave mbi lumin Ibër. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë i ka kërkuar Serbisë të bëjë më shumë në uljen e tensioneve me Kosovën në vend se vetëm të bëjë thirrje për ndaljen e veprimeve të Prishtinës, duke thënë se thirrjet duhet të vlejnë për të dyja palët një lloj. Duke ju bërë thirrje për ulje të tensioneve dhe vetëpërmbajtje si Kosovës, ashtu dhe Serbisë, ambasada gjermane në Prishtinë përmes një kumtese u ka rikujtuar autoriteteve serbe se Milan Radojčić, i cili mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk, vazhdon të jetë i lirë në Serbi. Në gjermanisht themi fshesa e parë para derës suaj. Në dritën e situatës aktuale, ky proverb na kujton se ti duhet të vendosësh rregull në shtëpinë tënde përpara se të kritikosh vazhdimisht Kosovën për vendimet e saj. Mosveprimi ndaj ndjekjes penale të autorëve të dhunës është po aq i dënueshëm dhe i padobishëm sa edhe çdo veprim i pakoordinuar nga ana e Prishtinës. Ambasada Gjermane në Prishtinë i është përgjigjur deklaratave të fundit të drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, i cili ka kërkuar nga ndërkombëtarët që të ndalojnë autoritetet e Kosovës të ndërtojnë 2 ura paralelisht me atë kryesorën mbi lumin Ibër në Mitrovic. Të martën, Petković, në reagimin ndaj hedhjes së gurthemeleve të 2 urave mbi lumin Ibër nga ana e kryeministrit në detyrë Kurti, tha se vetvendosje po e vë çështjen e sigurisë në shërbim të fushatës zgjedhore, duke kërkuar kësaj nga Bashkimi Evropian ndalimin e punimeve të urave. Edhe presidenti serb Vučić bëri të ditur se ka protestuar tek faktori ndërkombëtar për situatën e krijuar. Kam bërë shumë gjëra dhe tani kemi parë që kanë vendosur gurthemele për 2 ura, pa marrë pëlqimin e popullit serb dhe të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, gjë kjo e cila nënkupton një egzot përfundimtar. Të martën, qeveria në detyrë e Kosovës vendosi gurthemelet për ndërtimin e 2 urave të reja mbi lumin Ibër. Autoritetet në Kosovë thanë se projekti, me një vlerë prej rreth 3 milion eurosh, ka për qëllim përmirësimin e qarkullimit dhe nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet banorëve nga të dyja anët e lumit, por nisja e punimeve nxiti reagimin e Bashkimit Evropian, i cili i bëri thirrje Prishtinës zyrtare që të përmbahet nga veprimet e saj. Këtë përfundojmë emisionin 21 drejt për drejt për sot. Ju falenderoj që ishit me ne, miru pafshim.